إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلذرم الله سبحانه وتعالى فلذرم krijuesin tonë që na ka krijuar dhe na ka pozulluar për të gjitha krijesat me mendjen e ka dalluar. Falenderojm Allahun xhalla shanuhu që Muhammed Mustafa na ka dërguar sallallahu alaihi wasallam. Faqja dhe mëshira e Allahut qoftë Muhammedin alayhi salam, bi familjen e tij, shokët e tij dhe njerëzit që janë në rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Këna uzon Allahu nuk mundet askush me lejtin nga rruga e vërtetë. E këna nuk uzon Allahu nuk mundet askush me ndihmua për ta drejtuar në rrugën drejtë. Lutëm Allah subhanahu wa ta'ala që të gjithë dhe njëve të na uzojnë, na fortojnë këtë din të mënë të shrejtë. Që Allah jalla wa ala ka thënë, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. Të nderuar vëllezër, Allah subhanahu wa ta'ala nuk na ka urdhëruar asgjë tjetër, vetëm se me sinqeritet të adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe qëllimi final i kësaj dunjaje është të adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Që Allah thotë وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Si kum kriju që në njerëzit rrasë dhe tjetër, vetëm që të adhurojnë Allahun familjar. Atëherë vëllezër, gjithëtani që një ka fillim ka dhe në barim. Por, ato u valë barimi se si vjen. Pasi që vetë kemi lejmurë se sa të të lafëm, që në lutin e pejgamberit alayhi salam që ka lutë Allahun azza wa jall, që Allahu jalla shanu wa jalla jalalu, punën me afru me të mirë. Dhe kemi obligim besimtarë që ta lutëm Allahun që me të mirë më në arpuni, sepse ardhja e punit me të keqër dëshmi e keqe. Me tërë të puni i jetës tonë me të mirë, është dëshmi e mirë. Atëherë të nderuar vëllezër musliman, jeton njeriu në këtë dunjë sa të jetoj. Ka me përjetu vdekje. Përse Allah xhallahu ala ka thënë, kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Çdo njeri ka me shiju vdekje dhe të na kanë më kthy. Pasi që vdekjes nuk mund të ikum vëllezër. Kemi kujdes përgatitje për të. Sepse ai i cili e din se ka me vdekje, nuk i përgatitet asaj që ka me vdekje dhe ka me dorë para Allahut me dhënë llogari, ai nuk është besimtar. Të nderuar vëllezër musliman. Të gjithë e di se vdesën sepse mi portillën tanë, por asnjëherë për vetën tonë nuk u mendoj. Sepse lënia e kësaj kujtese, lënia e kësaj pardonës po dëshmon vepra jonë. Vepra tona nuk janë të rjeshme. Veprat e muslimanëve nuk janë muslimanëve. Sepse muslimani, pejgamberi alayhi salam ka thonë arren, ka thonë nuk rren. E sot musliman në gjuhën e tyre e kanë të shprehur shumë këtë dukuri. Madje musliman që dha folin e tij. Madje musliman që të shumë të ndaluara. Nuk respektohet prindin. Nuk respektohet më i madhi Allah. Edhe quhen vetë musliman. Kish kujdes. Sepse Allah azza wa jalla ka thonë o ju besimtarë, frikojini Allahut me frikë të sinqertë dhe mos lejeni ndryshëm me vdekje, vetëm se ti besimtar. Të falu atshëm të nderuar vëllezër. Mos pritni që Allahu të sprovon e do të kthehesh. Kur nuk provon nuk në rrugën e Allahut. Por të kish kujdes se do të je prej atyre të cilët përfundon me skeqje. Para sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, çdo njeri prej ju që jeni në barkun e nëna ose juaj të krijuar, ujë 40 ditë. Mandej gjatë i tronas 40 ditë, mandej mish 40 ditë, mas 120 ditë, 3-4 dhumaj, mas 120 ditë Allahu arran me lasën e tina, shkon për t'ja dhonë shpirtin asaj sotët mishë. Me dhënën e shpirtit i jepën edhe 4 gjona të mishë. I jepët rrizku, i jepët e gjeli, i jepët në posa dhe i jepët dojsh amirit. A anë të knashën të të një apo shkamë të jemi jedrua, po pejgamberi e sëra vazhdojnë hadithën të. Ka shumë prej atyre të më fëmijë që lindën në këtë dunja. E vetrojnë vetë pra të xhenetit deri pak padek. Pak padek janë i vepra xhenemet e hinë xhenem për gjithmonë. E ka si sobat mishit,
të cilët Allahu ka dhënë rrezikun, ja ka dhënë qiellin, ja ka dhënë pafën e amirën. Edhe kron vepra xhenem me sejti u dhe tërsi patek, pak patek, janë puna vepra të xhenetit dhe hinë xhenet për gjithmonë. La ilaha illallah. Atëherë vëllezër, ne nuk e di xhenet tonë si përfundon. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë. Pejgamberi alaihi salam të gjithë na ka thënë. Dhe ka thonë lutna Allahun që ta fikun e punit me imam një afru. Lutna Allahun që ta fikun e punit me cilë farë për një afru. Sepse njeriu me çfarë merret në çatu jetën ka me do. Për ata më duhet të pyetur se Allahu ka thënë nuk e dini se keni në keni me vdek. Se në pjesë të keni me dhënë shtëpi, është vërtet se vetë Zoti atë. Dhe vdekja nuk janë pa u bashku tri fenomene. Tri gjëra për të cilat njerëzit shumë janë të martyre. Fakse me lasë që në shpirë, orë kanë putë Allah, du të dhënë Allah. Makedoni amanet, jetë që me kryje, po me një amanet që une për të kryje amanetin tëmë, kanë më zora dhe kanë më ronë kufër njerëzit me dy. Dhe hajda e në Allah. Dhe kanë më shorët mua dhe ty Allah. Ka hënë Allah më s'ki dherë, se unë të t'ja shëjt një sebet, edhe të kam i ronë me në hejë që t'ja ke më shpirë. E njeri për me tek, pa e plësu tri fenomene në këtë. Më s'pare. Më s'pare të ahonë në rëskun e vetë. Që e ka saktu Allahu Azza wa Jalla nuk mune të vdek. Mandej, vendi ku Allahu e ka shkru me vdek. Edhe treta, se të jemi një shkavit Allah e ka shkru me vdek. Të trija kur pohën bashkë, atë njeri unë në rajjetën e ty. Ko flet njerën të cilët merën në punë të ndryshme dhe në punë, vend në punë sot e ka në shpirtin. Po si ka fletu dy fenomene tjera, koha edhe rëzku se ka kryrë. Kur vjen koha, kur pëndohet gjithë për ata Allah është betu në të. Të të rua lëzër. Pejgamberi alayhis salam në kanon vrejtë të ndua. Kini kujtet të atini gjallë. Se të masë shtesë për pëndërjet e juaj. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, kur stet njeriu i futën lidhet e tina. I futën lidhet e tina me këtë dunja. Për me shtri. Ato që i ka punu vlinjën të botët, dituria me të cilën ka lanë shkencën, me të cilën i ka su tjerë dhe mas dhe këtë tina njerës ka të vi, dhe të miu i cili lutë Allahun për fejtin e ti. Dhe njeriu të vorët e qënë tri qëra. Veprave, vazhdillaku i vetë me pasurieve, qytë veprave të i kamerë e sëram dhe një jetë me të. Veprave amelet e tina jetën me të. Shoqëria, pasuria jetën këtë të një. Dhe tije me të vdekurit, dhe shoqëria dhe pasuria është me të gjallë. I gjallën me të gjallën, i dekurit me të vdekurit. Atëherë lëzër, keni kujtet, kjo tek, të mos në gjej gabit. Keni kujtet që vdekja të mos gjej të pa pregaditur. Keni kujtet që vdekja të mos gjojnë në rrugën e shejtanit. Sepse atë të cilën e gjojnë në rrugën e shejtanit, dhe ta ketë vendin me shejtanit. A ai i cili gjojnë vdekja në rrugën e Allahut, dhe ta ketë vendin në xhenetin e Allahut, që Allah e ka krijuar. O të ruat të musliman. U a tregoj një tregim. Një mjek i cili ka qenë mjek kardiolog, mjek i zemrës, i cili ka punuar në tokat arabe, dhe të regon e shtu një libër për pacientat të cilët e kanë dhonë shpirtin në dorën e vi. Shumë interesant. Kurse mjek tanë nuk i intereson fare për pacientat që përdojnë shpirtin se si përdojnë, po interesant që mujtë me nërë gjatë. Dhe gjoni i cili ishte mjek i zemrave, mjek i cili ishte shumë i specializu me specialitetet shumë të i shumë të shemë për interesant. Dhe të tregoj vetëm dy raste, që shtu i përshruan. Thot, o merë një vajzë, o merë një vajzë 17 vjeçare, e një familje shumë të pasë. E smurë prej zemrës. Dhe analizat e saj dulen shumë mirë, në e që ma 2 vitës mitaj, u rëvullu gjendje e saj. U rëvullu gjendje e saj, sa që vëzër, vetëm analizën e funit nuk ja bërë dhe prisa me të shuhe, kur ishte koha vizitës. Unë e morë analizën e funit për të cilën e qërë që të gjitha i dule në okej, ja këtova shpinën pacientit dhe dole e jashtë domët ku i tajnë, e ishte në gjithë duke prisë kjanë të tinë, i tonë shkëllë shtëpi, pa frikmas dhe gjojnë i zërë. Duke përtit modrat informierët, duke në tirë me emër, dhe u afrova, kur afrova e pash, vetëm spadone për i dorë më zëvdeva, e pash pacientën time, të cilën 2 aftit lësë duke i nejtë të kryës dhe duke mundu për të shëruar, për dhimë që kishte pas, e kishte ndryshu gjendjet.
E po se në kishtë afru një mjek ma i ma sot. E po se në kishtë afru një kush ma i zotin sot. Dhe e po se ta jamam nuk ka shenja të jetës, se po zdo njeri ka shenja që të përfundon në këtë një. Ju afrova të vejshë dhe i tash. Duke të i rënënë. Moj Fatime. Qul la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Moj Fatime. Thuj ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. E cila e kishtë të të mbyllur. O për me qatë këna atë moment, t'ja kujtej saltine në dhe njëherë. Qul la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Erdhe njëkë të postojnë atë intervenojnë. Atë intervenojnë. Intervenuam të dëgjën e dëgjën. Intervenuam të intervenimi medicinal dhe filloj dhe i në zemrës ta. I hapi sytë, a dini që ka ta? Filloj për të kënduar punë që kështë në gjua shumë. Janë isi në moment të ekës të këna. Janë isi në moment të ekës të gjitha kom të artisa që kështë në gjua për i shqiptarë. La ilaha illallah. La ilaha illallah që këtë më dhejtë. Për arra shahadetin. Për arra gjemare zirë që ka mbejga me alaihi selamen kale akhiri kalami la ilaha illallah. Kushtë të momentin e punit parë më në gjallë, la ilaha illallah. Dhe kërë në gjallë, ka më hi pa që shemë në gjallë. O vëzër shahadeti është qërë si kryesori gjalletit. Qërë si kryesori gjalletit. Dhe shëllë qërë si këndëm dhe tina. Namazë e aktinirëm, dhe zotë e zomi tjetër. Agjerimi zomi tjetër. Dhe haqë e zomi tjetër. El-emu bil marufi wa nahju anil munker zomi tjetër përfundimtarë. A i qëri të qërën për të haqë dhere dhe gjalletit, haqët qërës nuk mos të fjorë. Por leqë nuk e ta la ilaha illallah, po filloj nga shënduhe. Dhe mjeku i cili jep urdhën pa pasoj kohë, të të dalë nuk. Përfundoj jetë e sajë që shpërfundoj. Filloj mjeku më sajë, si një jetë mikë. Për të regoj mjekë tjerë, të të ditë me mjekun, që për qanë? I thamë, a mos nuk du rezultatët tua, analizat tua, që që ke posë planë dhe jetë, duke pregatitur doktoraturën e ty. Thotë jo, a nuk e të që ka unë pejgamber alayhi salam, njeri u me shkatë të zëdet me të të rizalë. Si që do t'i përgjigjit Allahu Gjelleshan u ke femër të të më dhjetare. Si do t'i përgjigjit Allahu të ke kërdua të kongë dëshurije, atë muzik, me të sinën e kanë dëgjuar dhe vinë familje vetë, edhe pyet mjeku, thotë, a dini më më të regu për vajzën, a dini më të regu për vajzën se me qka të marë. Baba e vetë thotë, e këm dashë shumë, vetë më me këm posë, dhe e këm le një vokmen. Ka dëgju kurën shumë e të. Baba në përdit, është rejtë, thotë për tëre dhe kontrolloj kafetat që kanë dëgju. Kur shtonë dhe i gjanë, zdo kafeje, ja kështë e rikë, pjesë e kontorve dhe për mija kështë e zikë, gjërës e në Kur'an. E ke rejtë papën e vetë. Kisë dëgju muzike e Kur'an. Dhe kështë i përfunda jetë a kësaj vajzë të më vjeqare. Rastin e ty, që e tregon për mjekin dëshëm dhe shumë rastë të tjera, 33 rastë që i përmend, shumë interesant se cila ma interesant se tjetra, e tregon rastin e një jetimi. Rastin e një jetimi i cili ishte rritur në një familje me probleme të shumëta. Problemet e të i Allahut e kishin bërë atë që një fëtiru së Allahut, dhe Allahu ka thënë vëme jetë vë këllë Allah, anë Allah ka hua hasbo, e kush këshirë të zotë i një të zotë e ati. Por, vëzër, të kishte pas në rast, një dhejke komunikacion. Një dhejke komunikacionit, ku a ishte patitur dhe kishte ra në kohë. Kishte në i 3 mujtit në kohë. Dhe mjek, po mundër që jamojnë vetëm zemë në gjallë, dhe i vjen si mjeku me pas i pacientonë. Thëtë, për 3 mujtit kur një fjallë nuk ka shqip e gojë. Por momentin se kur atina i erë gjeli për në dhënë shpirtin e tina, qëllova për ti. Qëllova për tina duke e ndrua përna të dhëta, mas 3 mujtite që vjek të ti, me ndru terapin që me quë. Pra të gjendje, se do shtë të truri ka që minua s'ka ka po. O vëzër, sëtë momentin e parë që i ka ndarë si atina përkoni që ka qenë e komë, parën që që ka thonë,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. E vazhdis. Parën fjallë, për të mujtis të huagjua truri tina, në pushim, i ronë nërmen në atë gjendje me përkujtu e emrin e Allahut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Dhe me interesant të me ditë, dhe shpejnë polisi dhe kontrolloj, atu valë s'ka ka qenë, s'ka ka qenë që person duke në dëgju. Për bon dhe eshe shkon fisale i vetëm, me kjerën e tina që ishte lidhë për një dritë të qytetit, përgojnë policia shkrimet që ka bërë, sa kur e kemi hapë, kur e kemi gjithë dhe viktimën, ishte balën dhe ka se të bone halaj, ishte fond duke të punu, ka se bone kjerën. Dhe ato ishte fond duke dhe të regu e lejmërimi apo të regimi Hazreti Ismailit dhe Ibrahimit a.s. Një hoqë, i cili shkon duke të regu e të regimi Hazreti Ibrahimit dhe Hazreti Ismailit. Dhe kur e kënë Allahot të dhejat apo ato kasetat, nuk gjithëm a gjithë të vetëm të këshila, po gjithë mira, gjënët mira, asë një fond. Dhe aja që njëri më shumë të njerët me ta, edhe shumë punë s'ka me dorë shpirti me ta. Po vlezër, a në kujtutëm Allah të rëzu e gjithë, që Allah a punë të bënë e dorë shpirti në duke posë një punë të keqe. Po ata pejgamberë e Islam ka thonë, nëse njëri u t'i tellë, shpirti duke posë në dhe shafir. Nëse njëri u t'i tellë shpirti të pira ki, dhe shafir. Nëse njëri u i dhe shpirti të po, punën e keqe haram, dhe pa iman o vëzër. Kini kujtet? Se në momenti ku jetu e po keqe të mune të marë shpirti e ka ki kushtruar, dhe si përfundon keq. Përfundon shumë keq. Dhe nuk është të lidhur jetë e ymri jëtë, ka sek hona e për gjumon. Nuk është të lidhur se ka sek apo të rashie apo të raport. Por se cilën të gjithë të zotit. Po e varë se që s'ka gjithë teka. A s'ka gjithë teka në rrugën e Allah, apo s'ka gjithë teka në rrugën e shejtanit. Po ata vlezër, s'keni kujtet. Sepse, ti momenti kur jetë të ndërgjuë, do shtë mi thonë shumë vogël. Jetë të ndërgjuë, atë korrigjuë, atë është me ta, dhe t'jom teka. Do të nxallës me ata që e kom të përfunduë. S'keni kujtet vlezër. Mos i zem teka tu kështi me fritin të. Mos i zem teka tu kështi u kesh me familje tonë. Sepse, a e mëtu që i do të gjenë. Ka më dojë për Allahu dëshmija jote, më e madja, kush një kom ti. Atër vëzër, për ata të ultini kërkohet në momentin e vdekjes për të apërkujtuar njerëzve besimtarve, fjallën më të shtrejt, fjallën e gjenetit, qeltin e gjenetit dhe aja është, fjallë la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. O vëzër atë të amadhër këtë fjallë. Për këtë fjallë kemi lidur, për këtë fjallë jetoj, për këtë fjallë desën, me këtë fjallë gjenet të shkojnë. Fjallë la ilaha illallah, on fjallë më e rëndësishmja, dhe ne farë nuk e të rëndohë për ta. Wallahi, isle musliman ka që nuk i shahadet mëra. E më do me të që që si mëra shahadet. Qa këmë në di? E ka më lërë njerë që të nuk ti më falë, e me të ka që si më falë. E si ka si të kërësejt e kur. E dhe më kanë nërë të zhëgjumë për zekatin kur, nërë më Ramazanën e haqën. So e më kushtet e islamit, që ne për të tyre kemi i kryje, e nëse ne i kemi i kryje, ta Allah e sa që fa kemi dalë. Për ata e përfondaj fjallën e ati shokë për pejgamberin me riferent që ka thonë, ja Rasulullah, e edhe khullë në gjenne, ako me një gjenne, nëse unë i falë ka të namazë, nuk shteja këti namazë, vullëtar. E agjere Ramazan nuk agjere të ditë të file. Allahu të thonë halal, e haramu të thonë haram, e edhe khullë në gjenne, ako me një gjenne, pejgamberin që thonë, na, po ki me një gjenne. Për Allahi, ma nuk fali namaz që të vullëtar, asë të nëtë është nafile, veç farzin. Nuk agjëroj ma nafile, veç farzin. Allahu të thonë halal, e haramu të thonë haram, edhe shkoj të dheve të rita. Sot pejgamberi të rëmë shokët vetë, sot vallahi nëse ka unë vërtetën ka me hinë gjenet. Po vëdhëtër, farzin të ryne. Farzin të ryne të kini punë vje me zotën e juri. Taj që këtëj farzin zotë jetën, e atë që zotë jetën edhe jetën, fondja bedije. E rrusëm Allahun gjellë dhe shanë u e gjellë gjelalu, që momentin e vdekjes në bje me shahadet, kerimet të uhid, la ilaha illallah. E rrusëm Allahun gjellë dhe shanë u e gjellë gjelalu, që momentin e vdekjes në bje me kerimet të uhid, la ilaha illallah, e jo si kur të na, si verë njërë të kënojnë qëllime, mas i ka dek. Badi hava, le të kënojnë, sa të kënojnë. Nuk i qërë të pia asë një. Aja qëllime të lipët për tënë,
momentin e vdekjes. Çfarë po fjala selime? Selime do të kelimë të tauhid la ilaha illa Allah. Që Allah ka thënë, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije, se vetëm ai i cili meriton të adhurohet është Allah. Allahu, kelli po të vëllezër. Që kjo kelime që ty çon xhenet. E jo ajo që ne veprojmë. Që kemi prish këtë dhe ju që tin Allahu. E këja Allah është e pasur për neve vallahi. Kjo theja shumë e pasur për neve, po na të bëjmë fejsin, po kemi qef për me vepruar që po të shërojmi. Jo, të burimet e kësaj feje që se përmenu ma herët për Kur'an në Suneti, hiq maj dhe kijasi, atëherë ne kemi obligim ma tonë për tetën o vëzër. Edhe në qoftë të edhe për të kësa është i fjallë ullë, kur në haku e lefkanë në murë, tu dhe hafë dhe në të është e edhe. Por e di se kjo fjallë të disot, kesh interpretuar, po dhije në se. Aja për të cilën kërkohet, fjallë të ukin edhe qelime, lypët në momentin e vdekjes. Ai që të me qelimin e tina, la ilaha illa Allah, që fjallë e qelimin e të fjallë, ka shi gjenet. E ai që të duke përsërit, apo ai që i kanë tihmu me të ukinin e tina, për me hitë në tonë fjallën qelimin e punës, fjallën e punës, la ilaha illa Allah. Ka të kone dhe ai përfundur të jaj, sërse, të pejgamber sallallahu alaihi wasallam, kema të dinu të danë. Qysh t'ja bëjt dikush ka më të basi dikush. Ase qysh t'i bëjt mirë dikush ka më të fri Allah më të mirë. Elusëm Allah subhanahu wa ta'ala që momenti punët në vjenë fjale la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين تعظيما للنبي وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Gjëmatit e ndeshëm, sot do të qesim bëshirë për xhamin ton, i kemi do borçë, sidomos borçën në xhamin e poshëm apo podrum, rrymë nuk e kena paguar. 390 euro kemi rrymë pa paguar. I kemi thonë dikuj për ta kryer, dhe nuk i ka kryer, atëherë na kemi obligim ne xhamatit për me kryer. Të rryma është për podrumin që i kemi 390 euro, edhe do të në tjera që kemi një borç lutëm për xhamatit, që ma shumë se 2 euro e borç dhe që ma shumë nërë më të qëtë. 2 apo 1 euro, ma shumë në kërkojmë. Me pak, pika mushët fusi. Mos të kushtohet e që s'ka. Ata që kanë, edhe me të kardonë, dhe që nga 1 euro njën, në një asëm vende la ta'ala, gjithë për numëri xhamatit me pak e mbushëm, dhe lusëm Allah në gjellëshanu e gjellëzilalu, që ta bojnë pavarësin tonë, shtetit tonë, dhe i kemë bugjetet dhe gjepa të më mirë, e di se jene në krizë, e di se është gjenderan ekonomike, po për shka kohës në borë që nuk përti të mirë, lusëm Allah në zëvëgjet që në të krymë, por e lusëm Allah në i kërkohë dhe tonë amin, që Allah në bënë sa më shpejt shtetin tonë, i shtet që shdonë Allah dhe dëmë në besetarë, e jo që shdonë qafirat dhe gjë shejtani, lusëm Allah që shtetin sa më shpejt a kemë. Lusëm Allah në gjelluale që shtetin sa më shpejt a kemë dorë tona, dhe vetë të menagjojmë ata, dhe të knashëm Allah me këtë vend dhe me këtë frem, që të gjithë të marri lakmi, se ne i besimtar të Allahu, dhe dina me menagjue, dhe dina me drejtue, dhe dina njëri tjetër me nërue dhe me këshilue, e lusëm Allah subhanahu wa ta'ala, që sa më shpejt të përjetojmë këtë knasti, të mos gabojmë me gabime që kemi gabu dhe i tash, sepse Allah dhe o gjerë ka thonë Allah, nuk e të rëshë gjendë, asë i populli pa e të rëshu ata, e lusëm Allah që na i të përmisue, për më përmisu për mirë, Allah me